të çmimeve. Dhe a besoni që ka pas keqpërdorime në qëto ditët e fundit prej nisjes së sulmeve, kur me gjas ka biznese që kanë pas në stok derivate dhe me njëherë u rrit çmimi, po edhe kjo marzha e fitimit që u caktu pastaj prej ministrisë? Natyrisht, rritja e çmimeve shumë shpesh ndodh si profeci vetë përmbushëse. Pritja për rritjen e çmimeve bën që tregtarët më njëherë me reagu dhe me rrit çmime. Këto kanë pas natyrisht rezerva në stok dhe kanë vendosur me rrit çmimet. Mandej këtu hin dora e qeverisë dhe institucioneve të cilat do duhet me ndal këtu. Vendosja e kufizimit të marzhës së fitimit për këto është një hap i mirë, po kemi pa që efekti nuk ka qenë i mjaftueshëm në zbritjen ose në ngadalësimin e rritjes së çmimeve. Nëse kjo ish kombinu me një politikë tjetër në bazë të atyre kalkulimeve që i përmendet, nëse ish kombinu ta zonë me TVSH-n, po gjithmonë të pas parasysh që duhet me qitë edhe një kufi, sepse nëse qeveria është shumë lehtë me diskutu, me thonë qeveria dhe të heqë dorë prej TVSH-s ose prej akcizës, por ndikimi në buxhetin publik është shumë i madh. Dhe nëse themi që qeveria të heqë dorë, rreziku ekziston që nëse heqet TVSH-ja ose akciza, ajo që ka ndodhur është çmimet prapë mbesin të njëjta dhe ky fitim zhvendoset prej xhepave të buxhetit publik të qeverisë në xhepa të tregtarëve të cilët importojnë dhe shesin derivate. Praktikisht. Natyrisht. Prandaj duhet një kombinim të TVSH-s të mbetet në çmim që e paguajmë dhe ta marrin bizneset. Natyrisht. Dhe për këtë arsye duhet me vendosë edhe çmimin tavan. Kemi pa që kjo marzhë e vetme nuk po ka efekt në zvogëlimin ose në ngadalësimin. Marzha plus një politikë tjetër fiskale mundet me pas efekt. Por duhet me pas parasysh që po flasim për një situatë ku ka pasiguri shumë të mëdha dhe kush do të thotë që din se çka do të ndodhë në ditët, javët ose muajt në vim, është komplet e pasakt. Nuk e dim çka do të ndodhë. Ne mundemi me prit, po ndëgjoj shumë se disa po përhapin shumë panik, është komplet e paarsyeshme. Ne duhet me u përgatit me atë sa ka mundësi dhe kapacitet të politikave brenda qeverisë Kosovës me reagu. E kemi pa që vendosja e këtij kufizimit të marzhës së fitimit është një prej politikave, po efekti i saj nuk është i madh. Pra është shumë e rëndësishme në kësi kohë të panikave që qeveria me komuniku shumë dhe me qenë transparente, për shkak se qytetarët i kanë sytë ka institucionet. I përmendet edhe 3 masa të tjera, pra ulja e TVSH-s, heqja e akcizës, edhe subvencionimi, po ashtu një mas më pak e përfolur. Pra heqja e akcizës dhe ulja e TVSH-s refuzon të fitoj shteti, kurse subvencionimi i jep nga buxheti i shtetit në subvencion të derivateve. Cila është politikë më e mençur? Natyrisht, dëgjoj shumë shpesh që me lehtësi të madhe thuhet se le të hiqet TVSH-ja, le të hiqet akciza dhe le të subvencionohet. Kjo është praktikisht e pamundur për shkak se mandej buxheti zvoglohet deri në atë mas. Pra, kjo është një vendim që duhet me marrë qeveria, natyrisht që duhet me marrë në bazë të analizave dhe kalkulimeve që i bën, në bazë të asaj që e tha më herët, ndikimi në vitin e kaluar, ndikimi të hyrave nga TVSH-ja dhe nga akciza ka qenë gjithsej 17%. Vetëm TVSH-ja është 5%, ndërsa akciza është 12%. Pra në aspektin buxhetor, ndikimi i heqjes së TVSH-s është shumë më i vogël se sa heqjes së akcizës. Ndërsa në ndikimin në zvoglimin e çmimit në treg, kish me qenë shumë e madh nëse hiqet akciza. Po tu pas parasysh edhe ndikimin në buxhet, edhe ndikimin në çmim, mandej qeveria duhet me vendosë në një pikë optimale që unë kam thënë që ka është natyrisht heqja e TVSH-s. Në këtë rast, te xhepi i qytetarëve atë buxhet. Po kjo nuk është e vetme që duhet më bëj. Subvencionimi është një politikë që po shqyrtojnë ose po e implementojnë vetëm tashmë qeveritë të ndryshme nëpër Evropë, ta zonë subvencionimi i transportit publik, nëse qëllimi është që nëse shohim që është shumë vështirë me ngadalësu rritjen e çmimeve, atëherë subvencionimi e kemi pa që në këto ditë e fundit është rrit çmimi i biletave të transportit ndërurban. Gjithashtu, për shkak se ekonomia e Kosovës është shumë e varur prej importeve, rritja e çmimit të derivateve rrit koston e transportit. Ne nuk kemi transport me trena, nuk kemi transport me anijes, kemi qasje në det, dhe transporti kryesor është transporti rrugor. Mandej, rritja e çmimit të derivateve ka me pas efekt domino dhe në rritjen e çmimit të importeve që i bim, po vjen rritja edhe të prodhimi vendor. Edhe të shërbimit edhe të produkteve. Natyrisht, kjo ka efekt domino mandej. Dhe efekti nuk është, edhe njerë po them, vetëm për shkak të ndikimit të jashtëm, këtu kemi natyrisht edhe abuzime dhe rritje të çmimeve të cilat janë të paarsyeshme që ndodhin për brenda Kosovës. Shto kësaj edhe faktin që viteve të fundit kemi pas rritje të çmimit të energjisë elektrike, që është një kosto tjetër për prodhuesit vendor. Mandej nëse ndodh dhe kjo sërish, kjo vetëm sa mundet me përkeçu gjendjen aktuale. Dhe qysh e lexon
të ardhmen ekonomike në afat shkurt, pra, nëse flasim për 5.8% inflacion janar, 6% në shkurt, që ka mund presim muaj në vazhdim deri verës. Dhe kur e kombinojmë